jeni të them tani sekretet e mia, sekretet e kuzhinës. Tani çfarë bëj unë, se kur kthehem nga shkolla nuk kam kohë që të rri të gatuaj gjithë këto gatime, mishra të zije njërën tjetrën, do shumë kohë. Ndaj çfarë bëj? Mishin e përgatita që nga dita e parë, edhe e kam të zirë është gati. Tani këtu unë mishin dua që ta përgatitë me oriz në furrë, në tepsi, edhe kuptohet që orizi do 40 minuta me 1 orë shumëta që të bëhet. Në qoftë se duhet të zija dhe mishin, këtë orë, duhet dhe ndonjë orë mishi, që do me thënë 2 orë të bëne e gjithë dreka, nuk e kemi atë kohë, se unë vi më shpejt nga shkolla ime, po pas e vjen dhe djali edhe ai duhet e ka marrë uria, që kështu nuk mund të presi mua 2 orë të bëj gatimin. Mishi ishte i zjerë siç e patë, e kisha nga dita e parë, hodha orizin në tepsi, i hodha pak kripe dhe piper tamerik, se kishte edhe mishi, ndaj edhe nuk do ekstra shumë, i hodha dhe pak tos hudre, pak sa përshije, e vendos në furrë 180 gradë, do me thënë sot që kam për të bërë vetëm për të zjerë orizin i cili është në furrë, që do shumë pak kohë se sa të rritë të bëj edhe të gjithë procedurën e mishit. Mishin e kam gati nga ditë e parë. Më thonë tani që nuk ka hetë mishin nga ditë e parë, ama nuk e qenë. Se nuk besoj se ka njeri që gatuan ditë për ditë ushqim të ri.